Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot gjithë ditën, pasi që doli lajmi I shpalljes non grata të emrit tim, kisha telefonata të shumta prej shumë hoxhallarëve, prej shumë miqve, dashamirëve, intelektualëve, gazetarëve, biznesmenëve, dashamirëve, njerëzve të thjeshtë të rëndumt, të gjithë të brengosur me këtë vendim. Unë këtu du vetëm një gjë, të falenderoj secilin një nga një, të gjithë ata që kanë thirrë, që kanë shkruajt, që kanë publiku për krahjen ndaj meje. I themi Allahu Dhul Xhelal I shpërbleft, ju bekoft, ju mëshiroft, ju gëzoft, është mërzi për secilin t'i bëhet padrejtësi. Sidomos atyre personave që gjithë jetën ja kanë kushtuar ngritjes së vetdijes fetare tek populli jonë dhe kontributit patriotik për zhvillimin ton kombëtar. Mirë, po kështu e ka jeta. Ne do vazhdojmë të kërkojmë drejtësi dhe të luftojmë padrejtësitë kudo që bëhen dhe do mundohemi që të kontribuojmë vazhdimisht për ndërtu shtete të drejta dhe funksionale, ku secili qytetar do ndihet I nderuar dhe I privilegjuar që jeton në ato shtete, me drejtat garantuara, me gjendje ekonomike dhe mirëqenie të mirë, me infrastrukturë të rregulluar, me një jetë të rehatshme që të vazhdojmë të dëshmojmë atë dashurinë dhe patriotizmin ton duke vazhduar me jetu në këto vende dhe duke kontribuar me shkollimin e fëmijëve ton dhe duke edukuar ata me fe dhe nder, që të vazhdojnë të kontribuojnë edhe si adhetar, edhe si fetar, me nder dhe kontribut konkret për t'i bërë këto shtetet tona më të mira, të përparuara, të zhvilluara dhe që t'jenë të përshtatshme për jetesë dhe të mos lejojmë që të braktisin këtë vend askush prej trive dhe trejave tona. Allah I shpërbleft edhe një gjithë dhe një nga një, Zoti ju bekoft, ju mëshiroft, e inshallah taala sa më shpejt korrigjohet kjo padrejtësi dhe ky gabim dhe çdo gjë vend në vendin e vet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.